Mysafir live stream vetëm për ju. Shumë shpejt në studio Mysafiri I keni durim ja vlen radio juaj. Ja, pra, dëshdoshur sonte vazhdum pak ekstra, sepse si zakonisht në orën 23 me që jemi në kuadër shtetit edhe na ndaloj mirë, po me kërkesë dhe ka dale vazhdojmë programin ekstra, megjithse kur kemi musafirën e veçantë edhe ata na kuptojnë, normal që se nuk ndodh shpesh kjo, once time in a life që thojnë norvegjisht edhe anglisht mirë, po për neve është once time edhe me siguri edhe shumë times tjera. Kemi një yll të madh në Norvegji që është për herë të parë, është kënaqësia jonë, e kemi pa në për shumë media, e kemi pa shumë televizione, zërin e asajna, këngët e asajna, gjithë ato i kemi, jemi rrit, edhe ka gjenerata që në rrit me ato, edhe të njëjtën kohë kënaqësia jonë edhe nderi jonë është që e kemi edhe në studio, edhe shihni drejt për drejt në live stream ata që nuk janë ende, kyçoni sepse e ka vlerën e vet, dhe ta dëgjoni, ta shihni së bashku me një artiste tjetër që vetëm është duke hyrë për shkallët e lartë, edhe ka dale edhe ato do ta shihni shumë shpejt në yjet e muzikës ku janë gjithë sot. E kështu që mburrem edhe unë që të them kam qenë duhet e madhe. Po mburrem dhe unë do të them kam qenë në një studio me të. Wow, ja pra. Sonte me ne Aurela Gaçi është këtu, e falenderojmë shumë, mirëmbrëma dhe mirë se na erdhi. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Kam dëgjuar që ka shumë interesim për të na ndjekur në radio, sepse më morën dhe në telefon sapo kam bërritur në aeroport, më mori një kushëriri im, tha, do jesh në radio, tha jam shumë afër. Thash nuk e di. Mendoja se do të isha nesër, nuk e dija sakt orarin. Më thanë jo, po të presim tani. Thash, okay. Kështu që unë kam ardhur direkt nga aeroporti këtu. Jam vërtet shumë e nderuar edhe për vetë historikun që mban në radioja. Që nga 87 imagjino unë kam lind 74-ën, do të thënë që kemi rritur së bashku. Bravo, jemi rritur. Radio Altet ka pas në vete shumë artist prej themelimit të saj, duke filluar me koncerte para të asamblit tonë shqiptar. Në atë kohët e vjetra kur kishim edhe presidentin historik Ibrahim Rugovën, ishte po e njëjta sallë ku do të këndoni ju, do të për nesër. Domethënë ka një histori në vete. Po bashkë edhe me radion tonë këtu, që është një lidhje e mirë, një koincidencë ku vetë Aurela do të këndon me një sallë ku I kem pas shqiptarët e parë të asaj kohe të asamblit, edhe ju do të jeni pjesë një koncerti, po do keni edhe Marinën. Ne nuk e largojmë Marinën dot, do kemi veti Maridonën. Jo, Marinën unë e dëgjova mbrëm pak, sepse them të vërtetën nuk e njihja. Dhe thash, wow, sa zë I bukur, dhe uroj që Marina shumë shpejt të marri, domethënë, flatra dhe të fluturoj edhe për një publik jo shqiptar, sepse e them këtë që të na bëj krenar në arena më të mëdha se Shqipëria ose edhe Kosova, sepse jemi vend I vogël, vetëm për këtë. Se jo se nuk duam t'i mbajmë talentet për vete, po mirë është kur kemi talent si Marina dhe shumë të rinj të talentuar, pse jo të japin nga vetja, nga shpirti luftarak që na përfaqëson e shqiptarëve, nga talentet tona. Ne kemi në futboll shumë, në muzikë, Dua Lipa, Bebe Rexha, Rita Ora, kemi Ava Max, Olen Cesari në Itali, Monela Jao, domethënë kemi Sajmir Pirgun, kemi artistë në arena ndërkombëtare, domethënë, dhe pse jo Marina kur të bësh e famshme na fol prap. Atëre
do të kthehemi te Marina normal se do ta dëgjojmë edhe një këngë që ka përgatitur special sonte, do ta këndoj me gitar pak më vonë, të bisedojmë pak me Aurelen sepse është kjo ajo kënaqësia, sikurse telefonatën që ke pasur dhe kemi pasur ne shumë mesazhe këtu që vjen Aurela, sepse a do ta keni në emision apo jo, ki parasysh, sepse është ajo kënaqësia, do të thonë ata dëgjuesit edhe ata fansat e Aureles pra e din nderin e madh që kur vjen Aurela edhe do të na këndoj edhe do të na fol, do të na tregon diçka. Aurela tash karriera jote muzikore faktikisht ka shumë vite. S'di sa më përmend, po është kur them shumë vite, do të thonë ti tha edhe partet e radioja jo me ritme radion, barazim me Radio Lindje, mirë po të njëjtën kohë edhe ajo karriera jote ka çash vite, për shembull që merresh me muzikë. Në mënyrë profesionale kam 33 vite. Kurse si fëmijë, nëse e masim që kur kam filluar si fëmijë në skenë, qysh nga mosha 4 vjeç e gjys 5 vjeç dhe unë s'jam dalur, i bie, unë dje kisha ditëlindje në bëra 51 vjeç. Wow, urime. E kemi bler edhe një tort faktikisht, kemi tortën. Do thosha që i bie, domethënë sa i bie nga 46 vite, 45 vite në skenë? Gjitha vitet. Wow, gjitha vitet në skenë. Prej 4 vjetë dhe deri sot. 4 vjeç e gjys kam dalë në skenë. Wow. Aurela, ne të njohim edhe për gjithë energjinë që keni ju në skenë, sidomos në koncertet, në arenat të ndryshme që ke kënduar dhe ke energjia po, më karakterizon po. Ashtu. A dallon ajo energji në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë me shqiptar tjetër të diasporës? Jo, nuk mund ta them këtë gjë, sepse i bie që unë ndryshoj sjelljen time në skenë. Unë menoj, jo, dasha ta them, a ka një lidhje në atë aspektin e shqiptarëve diasporës të mallëgjuar për vendlinje, edhe të jep ndoshta një energji shtesë. Është tjetër, okay, është tjetër gjë kur ti këndon përpara një publiku që është i përmalluar. Një publik që unë fatmirësisht kam dalë në diasporë shumë vite përpara, do të thënë qysh kur është hapur Shqipëria, kur unë kam filluar të dalë në skenën 93-shin, qysh atëre kam takuar, si të thuash, shqiptarin e diasporës. Kështu që e njoh shumë mirë mallin, e njoh shumë mirë patriotizmin e vërtet që u rrjedh nga dejet, nuk e kanë fallc. Dhe prandaj dhe unë kur jam kthyer nga Amerika i kam mëshuar dhe më fort këngëve që kanë nga pak folk brenda, sepse atje mësova, unë e kam ditur këtë gjë sepse të rritesh në Vlorë nuk do të thotë që nuk je falc. Ne jemi të drejt për drejt. Por edhe kur u ktheva nga Amerika kuptova që shqiptarët atje me amerikanin ishin amerikan, nëse ishin biznes me të, por kur donin të dëgjonin muzikë, donin shqip. Dhe kjo gjë më mësoi që të jesh vetja jote është krenari. Të duash muzikën tradicionale nga ti vjen, është krenari, duhet ta dish nga vjen. Se unë nuk mund ta dua komshiun tim, po desha njerë familjen time. Kështu që kur unë e dua familjen time, jam e hapur pastaj të dua dhe Marinën, të dua dhe po them komshiun. Kështu që kjo gjë ndodh me diasporën, që aty ka mësuar edhe shumë këngë patriotike, edhe shumë për luftën në Kosovë, kam mësuar shumë. A them diçka që kam mësuar dhe për gjeografinë e viseve shqiptare nga diaspora. Do të thënë jo nga shkolla. E kam mësuar në shkollë, po nuk e mbaj mend. Ashtu. Kuptoj. Po a keni pas tash Aurela, juve në këngët e juve keni përfshini shumë rajone ndryshme. Ja unë vjen nga Maqedonia dhe shoh aty për me Ohrin, Strugën. Po. Në këngë, i ke vizituar edhe njëra ato vende apo jo? Ohrin po, Strugën patjetër, në Strugë më presin në mënyrë nuk di fenomenale sa herë që shkoj. Do të thënë e bëra një kohë e bëra kështu çdo vit, në çdo verë shkoja, do të thënë koncert në një hapësirë të madhe, jo në klabe të vogla. Dhe nuk di, do të thënë edhe Dibra e madhe bën një pritje, nuk di. Dhe aty ti kupton se me sa atë dashuria në rritur. Do të thënë është 20 vjeçar, 18 vjeçar dhe të këndon këngën
fjalë për fjalë me ty një këngë për shembull që ka lindur përpara se ai të lindte dhe unë të lindja. Ka gjë më të bukur se kjo? Kjo është ajo që edhe trupi i tërqethët me tush mos fillo me kajt. Se me çajt që kemi bërë se do ta kemi se ka ditëlindjen dhe kështu që mos jo, ende do ta festojmë tash se Norvegjia është pak më e ftoftë edhe kohën e ka çdo që lidhet ditëlindja. Po mirë, Aurela, ti je një artist tash ne dim në shumë zhanre ndryshme, mirë, po artist i vërtet je rock artist. Që ki, për shembull, atë dëshirën në thelb. Në thelb, më pëlqen muzika rock, më pëlqen pop rock, më pëlqen soul, më pëlqen çdo tingull që është i bukur dhe më vjen bukur në veshët e mi dhe ma pranon shpirti im. Mua më pëlqen dhe regatoni. Më pëlqen dhe rapi kur është i bërë bukur. Më pëlqejnë artist reper shqiptar, më pëlqejnë artist reper botëror. Do më thënë, jam artiste që vetë dëgjoj shumë. Dëgjoj nga Shkurt e Fejza deri te Eminemi. Do më thënë, shikoj, njeriu nuk mund të jetë i mbyllur në atë kutinë e vet, se ndryshe nuk mëson. Jo mos kur je artist. Të ndihmon të zhvillohesh në mënyrë artistike. Nuk zhvillohesh, nuk mëson. Merr një frymëzim tjetër, nuk mundesh të jesh mbyllur. Por muzika e parë me cilën unë le të themi jam ballafaquar ka qenë Polifonia Labe. Sepse qyshe vogël unë mbaj mend gjyshrit miqt sa herë bëheshin darka në familje, mblidheshin dhe uleshin dhe këndonim. Dhe qyshe vogël mbaj mend që më ulnin aty afër në Shilte, në Qoshe si i thon. Dhe në Shilte dhe këndonim lapçe, domethënë unë jam rritur në këtë mënyrë. Ky ka qenë ballafaqimi i parë me muzikën, duke dëgjuar këtë gjë. Ndaj dhe unë kur e këndoj, kam një ndihem shumë e fat që e kuptoj dhe e këndoj. Se mund ta kuptosh dhe se këndon dot. E kam bërë dhe tim shoq bashortin tim, ai është nga Tirana, me origjinë nga Kosova. Më thon, ka lindur Tre Bereza në Tiranë, më thon janë të lindur, por me origjinë të vjetër stërgjyshit nga Kosova. Dhe unë, kur dëgjoj ndonjë polifoni që më pëlqen ndonjë grup, futem e dëgjoj dhe i them, po dëgjoj zëra, sa bukur. Dhe ai rri më dëgjon shumë bukur, thot, po ti e kupton tamam. Ato normal e kanë historinë e vete, ato tregojnë histori, domethënë këngët e vjetra janë përpunuar që me treguar histori. E sot historia që tregohet për shembull në hip hop, sidomos në Amerikë, është në hip hop ose në rap, edhe ata tregojnë historia të rrugëve të tyre. Po, në mënyrë tjetër. Në mënyrë tjetër, ajo është ajo. Doisha të kthehem pak te kjo pjesa e artistëve, këngëtarëve. Tash kemi shumë kur thom shumë, do të them shumë shqiptar që këndojnë shqip. Edhe mirë, po ndonjëherë ka shumë që i pengojnë edhe atyve juve për shembull që jeni profesionalist, sepse po dojnë diçka me bë që nuk është origjinale, nuk po buron diçka interesant që me mujt, ajo është 2-3 muajshe edhe pastaj kalon koha. Po mua nuk më pengon. Po tash po du mu lidh me ato që çdo artist që e kom pyet, nuk je e para, dhe gjithmonë jeni përgjigj në atë mënyrë profesionaliste që mua nuk më pengon, le të vazhdojnë të këndojnë. Jo, ne kam shumë të sinqert. Nuk më pengon sepse shiko, në autostradë erdhëm tani nga aeroporti deri këtu. Çdo makinë ishte në korsinë e vet. Pse do më pengoj mua një Fiat ose një që është me Bentley? Unë kaq i kam fuqit motorike, eci edhe kam bërë korsin time. Ai është më i zoti ka ndërtuar Bentley. Le të vazhdoj. Dikush tjetër është me Fiat. Avash. Po jo, po du më lidh se nuk kvaliteti për shembull te ata, unë nuk e di, a pedin ata vetë që nuk i kanë atë kvalitetin se duhet të punojnë shumë. Ku ta kenë destinacione se ajo është ajo që ata duhet të marrin mësim për juve. Për shembull me pa atë që ti e lidhë mirë ato me këngët labe, pastaj me atë pjesën e diasporës, edhe qysh frymëzohet për shembull Aurela kur këndon, kur e përpunon këngën ose shkon tekstin e gjitha ato. Kjo është ajo që duhet një këngëtar ose një artist. Shiko, se është dhe si puna e prindit kur fëmijët janë më të vegjël dhe prindi flet, se kështu duhet, se ashtu po kështu, fëmia deri diku i dëgjon, deri diku gjysmat edhe nuk i dëgjon. Gjysmat, se thot,
Më mërziti babi, më mërziti mami me vete. Kur rritet e kupton që ka pas të drejt prindi. Jo në moshën 10 vjeçare, 12, 13, i duket se kur prindi është kundra ti. Kështu ndodh edhe me muzikën, është e kot. Ai do e eksploroj vet, do rrëzohet, do e duan disa, do vritet nga gjunjët, do i dhëmbin, nuk do e bëj më një gabim nëse do t'i dhëmb, do t'a bëj përsëri nëse do të gjej njerëz që do t'a pëlqejnë atë që bën. Po se provoj, nuk ka nga ta di, dhe nuk mund të eci në rrugën time. Pse? Sepse unë, thash, kam krijuar korsin time, historinë time, dhe ai person i ri që vjen mbas nesh, do ta krijoj rrugën siç e kam krijuar dhe unë, në bazë të talentit tim dhe të besimeve të mia. Dhe ai ka besimet e veta. Dhe nëse do të rrëzohet diku, jo pse i ka thënë Aurela, do të rrëzohet nga eksperjenca e vet. Prandaj thash nuk më pengon. Bravo. Duhet të rrëzohet ose ta ndërtoj vet tull derisa ta bëj mur. Nuk ka se si e bën ndryshe. Jo. Po kjo është sa bukur që kanë folur. Shumë bukur. Shumë bukur. Ka vojë me xhingë këto. Po krijoj një bindje se Aurela nuk është e lodhën, edhe pse nesër ka një koncert dhe një publik goxha të madh shqiptar që e presin. Un jam me lodhur nga rruga, por prandaj dhe erdha sot dhe jo nesër, sepse kam nevojë të pushoj, kam nevojë të marr energjit. Unë para koncerteve nuk dal asnjëherë për kafe, nuk flas, nuk e harxoj energjinë. Ka ca rregulla. Është si puna e sportistëve që nuk duhet të bëjnë qejf para se dalin në fushë. Disiplina është kyçi, është çelësi. Në vete dhe kjo ka atë përgjegjësinë më të madhe sidomos personale. Disiplinë, pa Aurela, disiplinë. ju tash keni ardhën, ju jeni edhe bashkëshorte, ke buhet se edhe më herët ke burri me veti këtu. Është burri artist apo jo? Vetëm se nga Koreshtja po pyes. Skerdi ka mbaruar shkollën për muzikë. Po. Por është marrë gjithë jetën me menaxhim arti. Arti është. Domethënë ka kryer pastaj më vonë shkolla për menaxhim, por shkollën e parë, më thënë fillestare, shkollën e mesme si të thuash, e ka kryer për muzikë. Muzikë. Duhet ta cekim kjo që është shumë interesant sepse Aurela nesër edhe Marina normal do të jetë live. Nuk flasim për playback se shumica që kemi pas deri tash koncerte. Kjo është dhimbja ime. Kjo është ajo dhimbja. Që po të mos isha akoma në muzikë, do kisha marrë një kamzhik e do t'i shpulloja të gjithë. Kjo më pengon. Pse kjo ndodh? Pse kjo ndodh sidomos kur në realitet fillon nga artisti. Për mua kjo fillon nga artisti, është ndërgjegja e artistit. Unë nuk mund të flej gjumë nëse unë vidhet gënjej ty. Ti harxhon kohën tënde, paratë tua për të më dëgjuar mua. Në fund të fundit, muzika është kënaqësi shpirtërore, nuk është se ti nuk jeton dot pa muzikën, për shembull, pa bukë nuk jeton dot, pa ujë nuk jeton dot, dhe do të shkosh ta blesh. Kurse mua ose një artist tjetër ti paguan për shef. Pra, ne jemi njerëz që argëtojmë njerëzit e tjerë. Tashti, pse tek mjeku ti ku shkon, nuk pranon që ai të të gënjej, dhe thua pse më gënjeve? Kur ti jep ilaçet gabim, tjetër, ose kur shkon të shikosh një ndeshje boksi, pse nuk e pranon ti që ai të shfaqet aty, por ndërkohë ndeshja të shfaqet në Leduall, dhe ai të bëj sikur. Ti kërkon biletën mbrapsh. Kurse nga artisti nuk e kërkon, të duket normale, domethënë ti thua, okay, shfaqet artisti në skenë, bën disa lëvizje, edhe kanë normalizuar atë gjë. Kjo gjë mua më pengon. Domethënë, unë vetë personalisht jam duke luftuar në një treg, po më duket vetja ndonjëherë si Don Kishoti. Domethënë, jam duke luftuar në një treg me shumë artistë të tjerë që janë live, sepse nuk jam vetëm unë, por unë nuk lëshoj domethënë për të dal nga Tirana, për të ardhur këtu, unë nuk lëshoj që të them, mirë do vi unë edhe me një tastier, ose nuk lëshoj sepse është një cilësi që e kam krijuar me vite të tëra, dhe nëse ai dikush i pret të më shoh, pse duhet ta zhgënjej unë atë? Fundit unë nuk do bëj me pasur miliardere duke kënduar në për koncerte. Ajo është, unë punoj
pasionin tim e kam kthyer në profesion, pra ky profesion më ushqen, por në radhë të parë është pasion. Dhe ka ndërgjegje. Është një ndërgjegje, ke një cip kur del para njerëzve, unë kam akoma cip. Mendoj që fillon te artisti. Se për organizatorin, unë mund të kisha ardhur edhe 10 herë të tjera, këtu në Itali, në Greqi, por vështirësohet puna sepse unë vi me gjithë band, dhe banda që të vi duhet një foni ekstra për atë lloj bande që kam unë. Duhet fonia, duhen instrumentat, ti marrësh, duhen shumë kushte. Dhe e kuptoj që për një organizator është lodhje, është kokçarje. Dhe nëse unë do të pranoj të vi playback ose me një tastier, për atë është më lehtë. Prandaj thash fillon nga unë e para. Unë them jo, këto janë kushtet që unë të paraqitem para njerëzve, duhet të paraqitem në këtë mënyrë. Na tregon pak ata që do të jenë nesër, kush janë emrat, se ne nuk i kemi bandit. Mirë, po i them kështu, në radhë parë njerë unë vi me bandën Bërtham, me të cilën unë punoj kudo. Në Tiranë, Vlorë, në Shkodër, në Prishtinë, kudo ku jam në televizion. Është Fat Bardhi, që është në piano, është Gysi në bateri, është Sokol Bimi, që shumë e keni parë edhe në klarinet, që më shoqëron kudo, është Klaus Gjoka në bas kitar, është Adrian Dule në kitar, dhe kemi marrë me vete dhe inxhinierin e soundit. Wow. Po, është përgjegjësi të dalësh para publikut. Unë nuk flegjum rehat, po më tha dikush që si e mirë. Nuk ishte diçka në rregull. Është përgjegjësi. Një band e keni me vete të kompletuar, edhe artistën nesër do ta keni, domethënë do ta kenë gjithë ata që do të kenë skenë, po gjithashtu edhe skena është goxha e përshtatshme për koncerte, sidomos ku do të jeni ju nesër. Unë tash edhe një herë, po nga ajo kohë deri tani ka ndryshuar shumë gjëra atje dhe është goxha e modernizuar dhe inovative, besoj që i plotson gjitha kushtet për performancën tuaj bashkë me gjithë bandën aty, sepse unë mendoj kur e keni band me vete, edhe plotson çdo hapësirë, çdo vrim e asaj salle mbulohet. Shiko, me shaka u them çunave të orkestrës, se ndonjëherë edhe ata, domethënë dhe atyre nuk u vjen mirë kur shohin që artistë më dhënë shqiptar dalin playback. Dhe më thon, po ti kur do dorëzohesh? Ose ke nga ato që thon, hajt se je ti s'ka problem. Mjafton je ti. Ose thon për shembull, hajt se kemi një aty që po ai nuk është ushtruar me mua. Dhe them unë, or zotri, edhe Ronaldo bën golin, po e bën me skuadrën e vet. Ashtu. Çoje në një skuadër ti që nuk ja kupton shenjat ai, nuk e kupton gjuhën e trupit, pasat, iku goli. Iku shkoloja pastaj. Iku loja, s'ka më gola nga Ronaldo. Let jetë kjo vetë vërtet edhe kjo një këshill për shumë artista që me siguri do ta dëgjojnë, do ta shohin. Nuk i marrin këshillat. Duhet t'i marrin se një ditë jo, nuk i marrin. Po flas për emrat e mëdhenj. Jo, e kanë arritur emrin, fakti që u ecën ajo që bën do të thotë që janë në rregull. Do të vi diçka për brenda, se mundesh të thuash mendimin tënd te dikujt, por nëse ata nuk duan ta internalizojnë, është shumë vështirë. Jo, po kjo është lodhje. Po. Ti humbet shumë data kështu, humbet shumë koncerte. Po. Sepse nëse unë humbas 10 koncerte, sepse nuk plotësojnë kushtet, ata nuk i humbasin, pra varet se si e shikon. Po. Po nejse, ajo ka daldole edhe atyre është tu afru që se nuk ka mos i përpara me orë në aeroportet dhe me shku direkt në salë dhe me këndu, sepse janë shtrëngu kushtet. Nga ato përjetimet tona që i kemë pasër, me koncertet tona, i kemë pasë shumicën e rasteve, artistë që i kemë marrë nga vendlinja, po them kështu nga vendlinja, pa marrë parasysh është kanë nga shtetet tjera të perëndimit, janë futur skenë pas orës 12. Ne kemë bërë lajmërime në koncerte ora 8 ose ora 20. Për këtë flisni me ata.
Po pra, për ta. Me mua flasim dhe një që tjetër. Jo, dëshiroj të korrigjojmë se ne di se kur është Aurela. Eksperiencën e kemi. Ajo që kemi përjetuar ne. Kohë të mirë kemi eksperiencë. Këto vitet e tash që kemi vazhdim edhe me organizatorët e mirë që kemi, besoj që ka ndryshuar gjithçka. Ka orë në nivel tjetër, ajo është e mirë. E kemi Marina që ka qenë pjesë e skena vet, ku ka performuar, ka këndon këngë live, hera parë këndoi shqip. Në këngën e vjetër. Më e bukur amore. Do ta këndojmë nesër bashkë? Do ta këndojmë. Ja. Çfarë marrëveshja? Bu marrëveshja, megjithëse ne do ta dëgjojmë edhe Marinën pastaj do të na këndoj këtu me gitar. Marina dëgjon këto gjitha këto që i thot Aurela, kjo është faktikisht një shkollë vete, jo vetëm një këshill, po them kështu se ne morëm për këshilla për ne u takuam edhe me artistë tjerë të mëdhenj, që mos i përmendim emrin. Ata e bën vetën. Edhe kjo është ajo. Kjo është ajo që e bën vetën dhe që e bën një ikonë. Për shembull, se ti bësh një ikonë e muzikës. Tash e kemi Aurelën që është ikona në troje shqiptare. Faleminderit. Ku të shkon, domethënë dihet për çka. Edhe kur vi unë me dëgjuan e di se po shkoj me dëgju. Po. Por nuk mjafton zëri. Jo. Nuk mjafton vetëm zëri për të bërë për vete njerëzit. Është personaliteti, janë mendimet që ti ke, mënyra si sillesh, janë të gjitha bashkë. Prezenca jote. Është energjia që ti lëshon, sepse shiko. Nëse unë do të rinë distancë me njerëzit, ata e kuptojnë. Nuk janë budallë njerëzit. Nëse unë dua të komunikoj me ty, unë do të shikoj në sy dhe do të flas. Nëse ti nuk e ke mendjen, unë do bëj çmos të ta marrë mendjen ty. Sepse ne po bashkë bisedojmë bashkë. Qofse unë flas dhe ti e ke mendjen këtu te telefoni, unë do fyem dhe do ta tërheq vëmendjen. Kjo gjë ndodh edhe në skenë, kjo gjë duhet të ndodhë në skenë. Jo të këndoj unë vetëm për vete të marr lekët. Ndova unë po vonë mua. Jo, ai është komunikim. Pastaj unë kam ca qëllime në jetë. Unë dua që ai njeri që më shikon për herë të parë mund të jetë dhe hera e fundit. Për të dhe për mua, mbase nuk takohemi më kurrë. Tashti, për çfarë më ka sjell mua Zoti? Mua dhe artist ose njerëz që merren me art ose me sport, me çfarë rëndësie ka. Ndoshta për të dhënë atë që ai na ka dhuruar për ta dhënë mbas. Se kjo është dhuratë. Nuk është merit. Merit është puna jote, më vonë. Por talenti fillimisht është dhuratë. Ai dhuntia jo. Duhet ta japësh. Duhet ta shpërndash. Bravo. Po kjo është ajo që ne jemi shumë dakord me gjithçka, edhe nuk do të lodhem atë për shkak se Alushi Ceku disa herë për punën e Marinës. Vetëm në gjë do ta dim nga korreshtja. A ka diçka të re nga risi nga ju? Po më risi se kam bërë më, vetëm të hipit, të marrë janë një kozmike. Po jo se ne kem pas nga ato pyetje që përshtojmë gjithmonë këngë të reja apo dhe një album apo dhe ja. Më vonë. Po, album bëra para 2 vjet e gjysmë në kohën e pandemisë, mbyllesha për ditë në studio sepse ishte vetmja mënyrë të harroja gjendjen në të cilën u fut gjithë bota. Dhe muzika ishte një lloj shpëtimi për mua, një lloj ikje nga realiteti. Kam shumë këngë të albumit që sot i këndoj edhe në për koncerte, që mbase njerëzit nuk e lidhin me albumin, po e lidhin si këngë më vete, nuk ka rëndësi, mjafton që këngat shkojnë publik. AG Show në Top Channel që edhe nesër prap është një show, unë i kam xhiruar, domethënë i kam përfunduar, realizuar ato. Kam disa duete që vinë, edhe me Sinan Vllazaliun, kam një duet, e dua shumë si artist. Edhe ja kërkova vetë bashkëpunimin. Se ndodh që të kërkon dikush një bashkëpunim, por në këtë rast doja vetë sepse shiko, ne nuk jemi të përjetshëm. Dhe bëje atë gjë që ti pëlqen bëje sot. Se nesër nuk i dihet. Që mbese për gjërat e dashme. Po bëje sot. Përderisa unë e dua si artist. Pse jo? Po kjo është ajo e mira. Kjo është ajo e mira, për shembull që
që kemi Aurelin edhe nuk kemi shumë Aurela. Duhet kemi real. Unë jam originale. Originale. Edhe kënga është originale, do me thonë, është një këngë që në atë kohë, faktikisht kur dul në atë kohë, nuk kemi pas në atë loj, në atë stil, ishte diçka e veçantë. Edhe unë dëgjoja realizuar nga Flori Mumajesi dhe Dr. Flori. Edhe dëgjoja ishte diçka shumica e kishin e për makina, diçka e re, një frymë e re, një ritëm i ri, një duet i ri, diçka edhe sot a ditë nuk është 100 hits ajo, din që e bët një herë edhe shkoj me një u kry karriera. Kjo është një këngë që mbeti edhe do tjetë edhe ma shumë. Do me thonë, gjeneratat e reja veç e këndojnë edhe përdorin besa disa edhe në për partit të ndryshme, se lidh, do me thonë ajo që është. E për që ato dush me qenë Aurel, me bo diçka ashtu që me pasti me veti. A disi ka lindur teksti? Nga një vlonjati im që kur më fliste, më thoshte, nuk të duam se je Aurela, se je famshme, ti nuk na bet vëm, të duam se je originale. Ashtu. Dhe unë e imitoja në shtëpi dhe ime motor ma shtin në mendje, thotë, pse nuk bën një album kështu originale. Dhe kur takoj Dr. Florin i them do e përdorim në këngë, tani hajde ta gjejmë si. Ai nga që ma njifte temperamentin, kënga është shkruar për mua. Se ndonjëherë njerëzit kur e dëgjojnë thonë, "Ua, si është kjo kënga fiks për ty?" Po për mua. Se jam originale. Kur kam qenë në diaspor fillimisht, aty ka lindur dhe një pjesë e tekstit që them nuk jam as e trend e tranuar, sepse kur kam dalë në diaspor, më thoshin a je trend, a je tranu me ti, nga energjia që kisha. Marina, hape veç pak dhe se më duket se erdi ushqimi, erdi buka. Wow, ja, këtu jemi. Hajde, shumë urime për ty. Shumë urime. Për ty. E kemi vlonjantën aty që ka qëndru afër kësaj pune. Edhe një? Wow, bravo. Faleminderit shumë. Do të rrim dhe Me diafram. Jo. Kështu do të ketë publiku nesër. Baje nesër. E kemi për shkak të ventilimit. Për shkak të Deri ventilimit. nesër. Deri nesër. Bravo, Kela, faleminderit shumë. Aj. Që është falso. Po. Diçka originale. Ati ishim ne Kela. Ishim te puna e originalitetit dhe këngës. Po. Kështu që Aurel mirë se na erdhe. Se mua më desh të shkoj të marr bukën. Ti ke më narita bukën. Jo, tani do vim. Tash kemi ardhur në radio, tash duke ngrënë. Tash do vim atje, faleminderit shumë. Ne jemi kështu. Koncepti i punës tonë është jemi për njëri tjetrin. Po. Kështu që ju kemi ofruar çdo secilit mundësinë të jetë në programin e. Edhe kështu që ju tregojmë edhe ju atëherë se Kelin e kemi pjesë programit. Edhe pjesë, me thonën... E kuptova. E kuptova që pjesë e ekipit tonë, ashtu. Është pjesë e ekipit tonë, ka punuar edhe shkollën shqipe që e kemi këtu lart. Mund të them një objekt që i përfshin gjitha facilitetet që shqiptarët i bajnë këtu. Po më e mirë Eduard Trokas për këtë dhe t'ju falenderoj që keni hapur shkollën me gjuhën shqipe. Domethënë është plot 30 vite. Kjo është ju jemi falënderues gjeneratave të para që kanë ardhur këtu, nuk kanë qenë ata njerëz që kanë menduar që do të kesh shkollë shqip apo do të ketë do një radio apo diçka, kanë ardhur për të bë pa kushte ekonomike e të kthehen për vendlinje, por e kanë pa që mundësit janë të bëhen gjitha dhe kanë dhënë nga shpirti një pjesë, kanë dhënë nga jeta e tyre ndoshta që janë munduar dhe sakrifikuar shumë për të arritur Çalek. Kështu që sot ne po gëzojmë këto dhe ne po vazhdojmë të mirëmbajmë edhe të xhallerojmë që mos të humben, si radio jonë, si shkolla, si gjitha kjo qendra fetare që ashtu pa ashtu ka aktivitetet e saja që i grumullon njerëzit, sidomos ditëve të premta, por jashtë neve po i shfrytëzojmë mundësitë. Kjo është të mbash traditën, të mbash gjuhën, të ofrojmë edhe gratë tona, po rinin, vajzat tona këtu të jenë pjesë e aktivitetet ndryshme ashtu.
E po mirë, tash ne nuk do ta vazhdojmë më shumë sepse duhet pushon Aurela, duhet zëri, nesër mos kontaktoni se duhet pushon zëri, edhe kështu që nesër bëjmë diva. Nesër unë po du kështu me përfundu ka dole Marina gitarna e ke gati ta këndosh, edhe trim këtu ta dëgjojmë këngën edhe pastaj t'ju përshëndesim gjithëve. Nesër ende ka bileta, jo shumë, mos harroni pra është shumë e rëndësishme, hyni tek gjitha faqet portalit, jo numrat aty telefonit, porositni biletat, porositni vendin, rezervoni. Tavolina nuk ka bileta. Tavolina për gjitha janë të rezervuara, mirë po ka disa bileta për në Night.com. Për shembull, edhe ato që kanë dëshirë. Hajde edhe ata që janë tavolinë prap në këmbë dorin. E po, ashtu. Atëherë me tavolina e di me tavolina të larta, e mora. Kështu që rezervoni, më mirë për juve, që mos më mbet jashtë. Urno Marina. Fjala për ty, Marina. Sa herë dëgjoj erën nga lartësi të modelti, kujtimin në mendjen e rëqetëm në vetmi, më duke të shoh ty. Sheshin tëm, zërin tëm, mua mi sjell era, shikimin tëm, buzët e tua, mi shëndrit pranvera, me zgadale në përqel, sikur t'ishe zanë, emrin tëm, dëgjoj në erë, e më duke të shoh ty. Bravo, Marina, faleminderit shumë. Edhe me këtë këngë dhe me këto këngat dhe këngëtarit nesër në ora 20 gjithë jenë atje, sepse do e kemi Aurelen, Marinën, gjithë shqiptarët. Kjo është vetëm një stik të vogël, paramendoj nesër kur vjeni aty, se çka ndo aty, çfarë atmosferë. Nesër. Nesër që do bëhet nesër. Faleminderit shumë, edhe suksese në jetë, suksese në karrierë, suksese në gjitha, neve na keni mbas. Gjithmonë për mbështetje në çdo sekond moment. Faleminderit shumë. Faleminderit të dëgjuesve tanë, shikuesve që qëndruan 40 minuta shtesë me programin tonë sonshëm, po ja Aurelen, ja ku e kemi zemrën me gjithë shpirt nga Aurela edhe Marina. Faleminderit shumë. Faleminderit. Bëj shaka. Shikojmë nesër. Faleminderit shumë. Ti duhet patjetër që të luftosh fort të hysh në treg më të gjerë se tregi shqiptar, sepse ne një treg i vogël. Pse mos të ndjemi krenare kur ta shohim pas sa vitesh dhe themi, Marina ka kënduar për ne. Apo jo? Shumë kanë filluar të të përrejtë nga lipa pak në pak dhe shpresoj shumë për ty të të shoh në majo. A është në lushi këtu, rrje patroni në lushi. Dham një intervjis në radion shqiptare dhe duan një mikrofoniket fort për të njerëz që kanë gjallë, kulturën, dhirën, aty se e shkolla shqipe, shumë, dhe më thëmë meritojnë në respektu e zakoshëm. Dhe Marina tjeta, unë kam kënduar njerë t'i kuza një koncert këngën moje bukur atore. I ta zërë, në bashkë, s'keni bërë asë provë, por profesionistët s'keni bërë. Vetë. Se shakë në përnetën, shakë në përnetën. E ta filloshti?
Si të lash e mos do pa. Niente finita diciamo in fonte metto sbagliati dello spalleggi musica che tiene forma di intervista speziale per you.